Përshëndetje, sot po përgatisim recel të mrekullueshëm me kumbulla. Fillojmë. Për këtë recetë na duhen kumbulla të zeza. Kumbullat I kam pastruar mirë edhe I kam lanë që të kullohen. Tash vazhdoj edhe kumbullat I ndoj kështu për gjys. Pasi kumbullat janë të mëdha shumë, I ndojmë në mes. Largojmë bërthomat edhe bishtat edhe kështu pastaj I vendosim në një enë tjetër. Kjo është një recetë e përgatitjes së recelit që përgatitet shumë shpejt, por ka edhe një recetë tjetër kur I qërojmë kumbullat, por atë recetë do ta përgatisim një ditë tjetër. Vazhdojmë edhe të gjitha kumbullave ja heqim pra bërthomat. Në një enë tjetër kam hedhur 3 litra ujë dhe këtu do të shtojmë edhe 2 lugë të gjellës gëlqere ose qyreq. Vazhdojmë edhe të rritim mirë gëlqerën tek uji e pastaj vazhdojmë edhe ujin që po e përgatitim këtu, do e hedhim mbi kumbulla. Pse po e bëjmë këtë veprim? Pasi që lëngu I gëlqerës do I ndihmoj kumbullave ta marrin formën ashtu siç janë, pra do I mundsoj që gjatë zierjes kumbullat mos ta humbin formën që e kanë. Pra tham ju ndihmon që kumbullat të marrin formën që e kanë, pra mos ta humbin, mos të zbuten. Te secila enë do të shtojmë lëngun e gëlqerës. Pra thash 3 litra ujë edhe 2 lugë të gjellës me gëlqere janë të mjaftueshme për këtë sasi të kumbullave që po e përdorim për të përgatitur recelin. Kështu do t'i lëni kumbullat të qëndrojnë në gëlqere për 4 orë. Sa më shumë të qëndrojnë në gëlqere, aq më të mira do ju bëhen, pra forma nuk do ju humbet as pak. Për këtë recetë kam përdorur të dashur meq 5 kg kumbulla. Unë kam bler 5 kg kumbulla, por siç po e shikoni 1 kg më ka shkuar hoq, pra bërthomat edhe këto kumbullat e prishura, fiks 1 kg pra minus. Do me thonë krejt sasia e kumbullave që unë kam përdor është 4 kg, pra kështu kumbulla të pastruara. Pasi që kanë qëndruar për 4 orë në ujin me gëlqere, tash I marr krejt edhe I pastroj mirë me ujë. Duhet I lani për 2-3 herë me ujë të bollshëm. Tash po vazhdojmë edhe po e përgatisim sheqerin. Për 1 kg kumbulla do t'ju nevojiten 800 g sheqer. Unë po përdor 4 kg kumbulla edhe do të na duhen 4 pako me nga 800 g sheqer. E shtojmë sheqerin në tenxhere, pra 4 paqeta nga 800 g. Shtojmë edhe pakon e fundit të sheqerit e pastaj këtu tek sheqeri shtojmë edhe ujin. Për këtë sasi sheqeri do të përdorim 500 ml ujë. Është mirë që ujin ta keni të blerë. Tash e vendojmë tenxherën në zjarr që sheqeri të fillon edhe të shkrihet. Dhe sapo të filloj me vlu, pra të merr val mjaftueshëm, presim tash edhe pak, derisa të filloj sheqeri të merr val, atëherë vazhdojmë edhe hedhim kumbullat. Tani vazhdojmë hedhim kumbullat. Pra kumbullat I kam pastruar disa herë edhe I kam lanë që të kullohen. Pra nga uji me gëlqere duhet I pastroni mirë me ujë, që të largojmë gëlqeren të rësisht, edhe kumbullat të jenë të pastërta. Tash po vazhdojmë edhe po I hedhim tek shërbeti, edhe presim që të filloj edhe uji të vloj. Temperaturën e ploqës unë e kam në maksimum për momentin, pra derisa të fillojnë edhe të vlojnë receli.
Tash po I përzim krejt kumbullat që të përzihen pra me sheqere. Dhe presim derisa të filloj edhe të vlojnë. Siç mund ta vëreni, dal nga dal ka filluar shërbeti pra të vloj edhe të formohet shkum, siç mund ta shikoni. Tash edhe pak do të formohet më shumë shkum dhe në momentin që krijohet shkuma kështu, vazhdojmë e largojmë me lugë. Pasi që do të formohet shumë shkum, vazhdimisht do ta largoni shkumën me lugë pra anash. Edhe kështu tani nga ky moment që kanë fillu me vlu kështu kumbullat, unë janë ndali temperaturën në mesatare. Edhe kështu reçelin ka me zi në këtë temperaturë, pra derisa reçeli të zihet mirë. Siç po e vëreni tash ka ra vëllimi I reçelit, edhe kumbullat po zihen, por që them se akoma nuk janë zier pasi që s'kan marrur ngjyrë. Gjithmonë kumbullat zihen shpejt, por me rëndësi është shërbeti I reçelit. Pasi që ka kaluar 1 orë e gjys, tash kumbullat kanë marrë këtë ngjyrë edhe do e kontrolloni pra shërbetin. Shërbeti pra duhet të jetë kështu. Pasi që është ftohur, pra e merrni një lugë, e leni anash edhe e kontrolloni shërbetin pra nëse është zier. 1 orë e gjys më janë dashur për ta zier pra 4 kg kumbulla. Nëse përdorni 2 kg, pra do ta zini më shpejt, jo për 1 orë e gjys, do ju nevojitet një kohë më e shkurt. Gjithmonë varet sasia e kumbullave, se sa kumbulla keni, edhe aq kohë do ju merr reçeli derisa të zihet. Tash të dashur miq, me një herë kështu të nxehtë, do I mbushi kavanozat. Kavanozat I kam zier, sterilizuar pra mirë, edhe tash I mbushim. Pasi që reçelin do ta ruajmë për dimër. Këtë reçel mund ta ruani deri në 1 vit pa u prishur fare pra. Pasi që kështu të nxehtë, I mbushim kavanozat, I msheli mirë kapakët, edhe kështu do të krijohet vakum. Prandaj, nëse krijohet vakum, reçeli do ju rrojë më gjatë. Tash mbushim kavanozat. Dhe siç po e shikoni, forma e kumbullave është ashtu siç ishte. Vazhdojmë edhe mbushim kavanozat. Pasi I kemi mbushur, I shtrëngoni mirë fort edhe I kthejmë përmbys. Pastaj do t'i mbulojmë me diçka të trosh, edhe ashtu do t'i la tër natën pra që të ftohen deri në mëngjes. Dhe tash, pasi që janë ftohur, do t'i kontrolloni edhe siç po e vëreni, kavanozat janë vakumuar mirë, gjithmonë përdorni kapak të ri edhe kështu I keni gati. Kjo ishte e gjitha. Për çfarëdo gjë që ju intereson për këtë recetë, mund të na pyesni në koment. Mirëmbëjtje.